Shqipëria po bëhet gati për heqjen e tarifave roaming me vendet e Bashkimit Evropian. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka nxjerrë në konsultim publik disa ndryshime në ligjin për komunikimet elektronike, të cilat synojnë të parafrojnë legjislacionin shqiptar me atë evropian, sa i përket zbatimit të regjimit roaming si në shtëpi. Objektivi është që brenda vitit 2026, qytetarët shqiptar të mund të përdorin telefonin pa kosto shtesë për minuta, mesazhe apo internet në vendet e Bashkimit Evropian, njëjtë si në Shqipëri. E njëjta gjë do të vlejë dhe për qytetarët evropian që do të vizitojnë vendin tonë. Ligji parashikon gjithashtu uljen e kostove teknike mes operatorëve për të garantuar që përfitimi të shkojë realisht tek përdoruesit, ndërsa risi është vendosja e gjopave për operatorët telefonik që nuk do të zbatojnë rregullat e reja të roaming. Kjo iniciativë, e cila konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt integrimit në tregun unik digital të Bashkimit Evropian, pritet të sjellë përfitime për lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe të përmirësojë klimën e biznesit. Më herët dhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e ka cilësuar heqjen e tarifave roaming për telefoninë celulare si një hap domethënës për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.